Ky podcast mundësohet nga Aster Cosmetics, Bora Pharmacy, BioClean, Exclusive 1, Eptaderm, Luna Farm, Naturmel, Natura Therapy, Nika Farm, Organic dhe Relasil. Përshëndetje dhe mirë se ardhët në episodin e radhës të Glowcast. Unë jam Edita Hyseni, farmaciste dhe specialiste e shkencave kozmetike. Episodin e sotëm do t'ja kushtojmë komplet shëndetit syve dhe për këtë arsye kemi të ftuar specialistin e oftalmologjisë, doktor Artan Ukshini. Artan, mirë se erdhe në Glowcast. Mirë se jeta. Me qenë se është hera e parë që kem një specialist oftalmologjist ftuar, a mundesh më na tregu pak a shumë me çka merret saktësisht oftalmologjia? Oftalmologjia është degë mjekësisë, e cila merret me diagnostikimin, trajtimin edhe parandalimin e sëmundjeve të syrit. Do të është mjek i syve. Ku dallen oftalmologjia me optometrin? Po, oftalmologu thash që është mjek primarisht, do të ndërsa optometristi është profesionist i cili merret me shikimin, me korrigjimin do të defekteve refraktare të cilat i ka syni, ndërsa do të shënon syza, mund me shënu këse tjerza kontaktit, mirë po nuk është mjek edhe nuk merret me diagnostikim apo trajtim të sëmundjeve të synit. Që sa vite merresh me oftalmologji? Unë mbi 5 vjet jam specialist i syve, do të i sëmundjeve të syve, ndërsa edhe 4 vjet i kam pas specializim. Edhe para asaj do të ka mbi 12 vite që më punoj në klinikën Kubati, e cila do të jam përgatit pej para specializimit, gjatë specializimit kam vazhduar ende aty. Edhe sa hala ato në ditën e sodit jam hala aty. Do me thonë janë shumë vite që je në kontakt me pacientët. Mbi 12 vite që merrna do të në një klinikë të syve, ka të bëj është spital special vetëm për sy. Cilat janë problemet më të shpeshta që i kanë populli jonë sa i përket syve? Po populli jonë nuk bën përjashtim për këtë popujve të botës, do të krejt gjithë njerëzit janë njëjtë, ndryshimet janë të shumta, ankesat janë të shumta. Do të syni ka shumë patologji, është organ i vogël, mirë po me shumë patologji. Do të e nis prej ndryshimeve periqujt lehta, se atë nuk si sikur sëmundjes që është dobësimi të pamërit apo nevoja për syza apo për një korrigjim, dhe tek sëmundjet e syve, të cilat janë si zhvillimi i perdës, kataraktës, si personat me diabet, të cilat është numër shumë i madh i tyre, si personat e moshuar, të cilat i quajmë ndryshime degenerative të moshës. Do të këto janë patologjitë apo sëmundjet më të shpeshta që na jasin. Sa herë duhet me bëni një person kontrolla rutinore për sy? Po varet prej moshës. Për shembull, një vizitë e parë kishte më qenë mirë nëse fëmiu do thotë nuk ka as devijim syve apo nuk ka ndonjë ankesë, prindërit nuk po vren kurrë ndonjë pengesë të fëmijë. Atëherë në moshën 3 deri në 4 vjeç kishte më qenë mirë me pas një vizitë parë. Poli për fëmijërin shumë tashme, ndërsa nëse vren se ka diçka, do të ka për shembull nevojë për syza për një korrigjim, edhe ka një moshë pelojnë tash pak më të rritur, është fëmijë shkollor, atëherë një herë në vit mjafton. Ndërsa në mosha tjera, për shembull, i ka prej 20 deri ka 50 vjeç edhe nuk ka asnjë pengesë për do të sa i përket shikimit apo syrit, atëherë ai një herë në 3 vjet deri në 5 vjet mjafton me pas një ekzaminim rutinor të mjeku i syve. Tek personat që janë mbi 50, sidomos mbi 60, prapë rikthehet ajo rutina, do të një herë në vit preferohet për me bëni një vizitë, për shkak që na jo veç sëmundjet e syve, do të po në sy manifestohen edhe shumë sëmundje tjera, cilat na i vrem qysh herët ende ato pa bo problemet në për organe tjera. Cilat janë ato shenjat e para që tregojnë që një person duhet mu vizitu te oftalmologu, edhe te fëmijët, po edhe të rriturit, cilët mund me ngatru një simptom tjetër, edhe mos mi shku mendja që për shembull mund me qenë problem syve? Po, ato janë të ndryshme. Për shembull, prindërit në shumicën e rasteve e sjellin një fëmijë për shkak që rrezohet shpesh, i afron shumë sendet afër syve, do thotë, apo nuk e shet televizorin mirë, afrohet gjithmonë afër. Ndërsa te fëmijët para shkollor, para se me fillu shkollën, do tek fëmijëria e hershme, një devijim i syve është alarm që më njerë do të me quë fëmijën për një kontroll të mjeku i syve.
Përdorimi i teknologjisë sot është pothuajse i pashmangshëm edhe është shumë vështirë me i ruajt edhe fëmijët edhe nëse një prind është shumë strikt se në momentin që ka kontakt me fëmijët e tjerë ka me pa telefonin e shokut ose shoqes. A e ka arrit dëmtimin e syve përdorimi i teknologjisë ose i ekraneve? Po, këtu do të pak me elaboru, do thotë se ekziston një farë tabuje telefoni edhe dëmtimi i syve, do të e ngrej një farë paralele. Do të realisht nuk ekziston ai farë erezatimi cilën tutën shumë prind, do të më shumë është qëndrimi për kohë gjatë afër, do të ai ka shumë efekte jo të mira, po foli për qafe, për true, po edhe për sy. Do të qëndrimi shumë i gjatë në afërsi me telefon, sidomos do të ku ka dritë, ku ka do të koncentrim, atëherë ban që me u përkecu që ata që e poni pyjtë, do të a përkecuan, a ka përkecim, po mundet me nxit, me u kriju një dioptri edhe mundet me i rrit apo me i përkecu dioptrit minus apo mjo, cilet janë, do të mundet me pas ndikim ose efekt negativ të atëve. A funksionojnë për një me ato syzat antirefleks? Se po më kujtohet që i kom pas dhe në shpesh shumë aty, po si kemi përdorë qash. Po, do të vetë fjala, po, funksionon, do të antirefleks po tregon kundër refleks, do të refleksi i dritës tenton me e shpërnda, ajo është ndihmuese. Në ditë sotit do të edhe këtë syzat cilat punohen, do të gati në mënyrë rutinore, punohen bashkë me shtresën antirefleks. Unë ju rekomandoj krejt njerëzve me pas syze me UV filter, se të mbron për shumë arsye, po e di që është pak vështirë me dallu, unë mendoj që të na ka shumë njerëz që shesin syze kishe kanë UV filtrin, po në fakt nuk e kanë. A mund me dallu një person laik i kësaj fushë nëse syzat që e ka blek kanë UV filter ose jo? Ashtu është pak problem, do të për atë do të me marr një syze cila është origjinale, do të jo një pas syzat cilat mundesh me i gjetë në një dyqan pa autorizum. Pa autorizum ose çfarë bëti një dyqan i thjesht i cili shet edhe syza. Do të realisht do të më shku me marr syzat cilat janë origjinale, cilat ato kanë do të kalojnë për kontrolla edhe rruhet ai brenda ai emri i prodhuesit edhe e din që kur e merr ato ai je sigurt. Që tash më kujtu që banatorët kanë fillu me shit syza me dioptri. Edhe a menon që është në rregull nëse një personi që ka thy syza din dioptrin me shku thjesht me ble me kjetën dioptri, se unë me sa e di duhet një farë fokusi aty me këshyr. Nuk është problem me marr syzat e banatorës, po nuk është problem sa i përket dioptrisë, ajo me të vërtet në shumicën e rasteve e ka qatë dioptri, po aty ka dhe elemente tjerë. Do të mas të pari është distanca në mes syve, cilën na e masim edhe i punojmë syzat pavarësisht dioptrisë, ti dush me qenë fokusi mrenda atij xhamit, do të me qenë në pikën e caktuar me cila reflekton pikërisht në distancën mes dy syve cilën e ka vet pacienti, ndërsa syzat cilat ti i merr në banator ose në market ose diku tjetër, na shpeshherë kur i masim ato syza, qëllimisht i masim, e shohim që distanca pupillare apo distanca në mes të dy syve është shumë larg apo është e çrregullt komplet, ajo për personat që kanë punë, për shembull kanë punë afërsinë, kompjuter apo çado kofta ajo, jep kokdhëmje, jep siklet ma, zakonisht nuk është që preferohet me i marr syzat direkt në një banator, veç pse kanë qatë numër, do të ma mirë është me shku me i punu syzat, do të me i punu në optikë. A çka është sindroma e syrit thatë edhe çysh trajtohet? Sindroma e syrit thatë tash është shumë aktuale, është një temë e cila është do të diskutohet në gati rutinë për kongreset tona. Këtu kemë bëjna me defektet e shtresës lotit, do të qoftë për shkak mungesës sasisë lotit, qoftë për shkak të mos stabilitetit të saj. Do të thjesht ti ki problem me shtresën e lotit, cilët na e quajmë film i lotit, do të syni është në organ, edhe i vyn me qenë i lagësht, do të vazhdimisht me rujt lagështinë e saj, e ata e ruan shtresë ose filmi i lotit. Do të ajo është një shtresë e përparme përpara pjesës jashtme të synit. Në qoftë se na kem qoftë prodhim ma të mangë, qoftë jo stabilitet të saj, atëherë din me ardhi tek
mungesa e saj, edhe në mungesë të shtresës mbrojtëse të lagështisë, atëherë vjen deri te irritimi i synit edhe vjen deri tek diskomforti i pacientit. Pse vjen deri te mungesa e sasisë të lotit? Po sasia e lotit, për shembull tek moshat të cilat e arrin një moshë, te personat të cilat e arrin një moshë në mënyrë do të natyrore vjen deri tek ulja e prodhimit të saj, po përveç saj vjen edhe ulja e kualitetit të lotit, do të me moshë, na e dim që sidomos gratë që të hyjnë në menopauzë, fillojnë do të me probleme me të gjitha gjandrat, për shkak që hyjnë në menopauzë, po edhe me gjandrat e jashtme egzokrine. Tu përfshi gjandrat e djersës, yndyrës e krejt. Aty bën pjesë edhe gjandra e lotit, e cila do tash veç fillon me hup atë përbërjen cilën e ka pasur në kohën rinore, para po dhe fillon me prodhu ma pak. Do të një prej shkaktarëve kryesor është vetë mosha. Mandej vin konsiderim edhe faktorë tjerë, qysh janë kontraceptiv oral, do banat po folim, antidepresivët, pastaj kremrat e ndryshme të cilat përdoren për trajtimin e akneve, qëndrimi i gjatë përpara ekraneve, ku na për shkak të koncentrimit bojmë mbyllje të rrallë qepallave, mbyllja e qepallave do të kapakëve na nevojitet për me ripërtrish atë shtresë të lotit, edhe nëse ka dritë, ka koncentrim madh, mbyllja e syve është shumë e rrallë, edhe shumë e shpejtë, edhe nuk vjen deri te ripërtritja e mjaftueshme brenda 1 minuti, brenda 1 ore apo sa të që kalon kohë para ekraneve, dhe nëse kjo përkthehet në çdo ditë, atëherë fillon edhe deri tek dëmtimi i asaj shtresë dhe problemet e ata pacienta. A e preferon që pacientat me malat artificial disa herë brenda vitit pa u konsultuar dhe pse është produkt që japet pa recetë? Japet pa recetë, mirë që japet pa recetë, do të nuk ka përmbajtje të cilat mujnë me pas efekte anësore, përveç kur kanë konservancë, nuk preferohet me e përdorën mbi 4 herë. Mirë po edhe ashtu shumica e përdorin 1 herë, 2 herë, 3 herë gjatë ditës ose sipas nevojës. Mirë është me e përdorë, sidomos për ata të cilët e kanë punën e tillë apo kanë probleme të tilla, pse jo, pse mos. A është rritë viteve të fundit numri i fëmijëve që ka nevojë për syze? Është rrit, patjetër që është rrit edhe vetvedia. Do të sot njerëzit nuk e kanë tabu atë qëndrimin me syze. Është fenomen normal, është kthyer edhe te na. Po foli për shoqërinë tonë, për shkak që në perëndim kjo është tek mati. Është rrit vetia e para, edhe e dyta në perëndim ekziston do të sistemi shtetëror i cili tenton me pas vizita të hershme te mjeku i syve në mënyrë që me identifiku fëmijët se kanë nevojë për syze në mënyrë që m'ia lehtësu aty ose m'ia bëj jetën do të veprimtarinë sa më të mirë, sa më të shëndetshme, sa më të lehtë. Kështu që patjetër që është rrit numri i personave që mbajnë syze. A mundet me pas njëri një smundje shumë serioze të syve, po mos me pas asnjë simptom? Po ekziston një smundje e quajmë vërbusi i fshehtë i syve, sikur glaukoma që na e quajmë, ajo është dëmtimet e nervit që vijnë nga rritja e tensionit të syve. Ajo është do të vërbus, do të derisa e vërban pacientin nuk mundet mos me pas asnjë simptom, ka të cilët kanë, por shumica prej tyre nuk kanë asnjë simptom. Po pikërisht me qenë se kjo din me qenë edhe se lindon në shumë rrallë, apo në femërinë e hershme, prapë po thama, janë raste shumë të rralla, do në shumica absolute të rasteve, këta pacientë janë pacientat më shumë. Për atë do të kthehemi te ato pyetjet e hershme kur do të më bëj vizita, do të pikërisht mbi 50 vjeç do të më u kthy vizitat e syve në mënyrë rutinore më. Unë mendoj që një element që këtu është
thoj farmacistëve, pak është që kur të kthehet një pacient çdo ditë ose thotë që unë përdori çdo ditë bana për kokë dhimbje, në momentin e parë do të më pyet a ke tension të lartë, a ke nalt tensionin, a ke marrë tensionin edhe shko bën një vizitë se nuk është normale me dhimbje kryt çdo ditë. Përveç nëse kena migrenë që e ki të diagnostikuar, ka shumë pacientë që vinë çdo ditë në banatore, edhe thonë unë çdo ditë përdori 2-3 herë në ditë se më dam kryt. Dhe që të pyetjen a ke marrë tensionin edhe a ke shku nuk e bojnë shumica shumë keq, ato janë çaq punësin tash ato analgetik që as nuk ja vlen. Edhe ndoshta e dëmtojnë shëndetin e pacientit për një pyetje shumë thjesht, edhe kisha tash një botiri kredve që kokëdhimbja nuk është thjesht diçka e momentit, është një simptom që po të kallëzon që diçka s'është funksionon në rregull. Unë bëj një farë krahasimi me ato dritat që dhezën kërë sinjalet. Ti nuk shkon mi thonë një mjeshtit nal ma dritën, po thu përmirësoma defektin e drita analet vetë mas ne është. Këto janë simptoma njëjtë si ajo drita që dhezet në kërë. Po, këtu isha ndërlidh me dy çështje. E para është që personat cilët kanë kokëdhimbje primarisht do të me njerë shkojnë të një mjek neurolog, e cila është rruga e duhur, po për fat mirë ka ndërveprime mes mjekëve do të shumë të shnosha, edhe vetë neurologu do të fillimisht i thotë ndëgjam, përjashtoj syt, përjashtoj sinos, mandej vjen tonë, do të këta pacienta patjetër që vitena. Do nëse edhe shkon deri tek urologi apo përfundon deri te neurologu, ata patjetër kanë me shku edhe tek ne, edhe ne tek ata nëse synja është në rregull. Do personat që kanë shpesh kokëdhimbje dhe vinë me marrë bana për banatore, ata jo me do mos do të marrë na, le të shkon te neurologu, patjetër ai ka me shku edhe te na edhe te urologia, mandej nëse këto dy fusha dalin që nuk ka probleme, atëherë fillon me trajtuar vet. Edhe elementi i dytë, do thotë se kjo ndërlidhet bashkë me glaukomën. Glaukoma shumica në raste nuk t'jap dhimbje hiç, do të ai të vërpan, pa t'jap dhimbje, do të nuk është që të paralajmëron. Dhimbjet glaukoma jep kur tensionet janë ekstrem të mëdha. Ka glaukom akute, do të kur akutizohet problemi, atëherë edhe dhimbjet fillojnë me u paraqitet. Përndryshe dhimbje nuk ka pacientë dhe nuk ka asnjë shifrim. A qysh ndikon diabetin shëndet syve? Po diabeti ndikon shumë në shëndetin e syve. Diabeti e sulmon gjithë organizmin. Do të është një sëmundje e cila i dëmton enë të gjakut. Enë të gjakut na i ndajmë në bazë të masisë, do të enë vogla apo kapilarike, të cilat kanë vetëm një shtres, vetëm një mur, enë të mesme me 2 mure dhe enë të mëdha me 3 mure. Edhe me qenë sa i dëmton enë të gjakut, fillimisht fillon me i dëmtu kapilarët, të cilat kanë vetëm një mur. Do të sa të vjen tek dëmtimi i enëve të mëdha edhe të organeve tjera, për fat mirë na çato kapilarët vegjël i shohim sy. Do të me një ekzaminim rutinor të syve, na i identifikojmë çdo problem të syve të cilat mundet me ndërlidh me diabetin. Do të i shohim edhe stadiet hershme. Ka pacienta të cilët ende nuk e dinë që është diabetik, ka pas simptome të lehta ose për një periudhë të gjatë kohore, nuk ka dyshuar ndoshta në diabet, mirë po kur vjen në një vizitë rutinore për një ankesë të shikimit apo thjesht vjetore, na i shohim disa ndryshime me të cilat do të fillon na e udhëzojmë për shkak të dyshimit për prezencën e diabetit edhe rezultatin e tij. Do diabeti jep ndryshime të mëdha në sy. Do të prej ndryshimeve të lehta deri në vërvim total. Do të vërvim plot, për atë është super e rëndësishme me pas çdo diabetik, edhe ashtu është në protokoll, do të me pas vizita të rregullta te mjeku i syve, do po ta ilustroj veç pak, pra një pacient i cili nuk e ka asnjë ndryshim në sy, mirë po është i diagnostikuar me diabet mellit, ai ka obligativ me arë njerën vjetë të mjeku i syve. Do të ne e shohim enë më të vogla, kapilar në synit edhe një farë forme jem edhe ata matësit se është të e mirë mbajt mirë sheqerin, glikemin apo jo. Do të në qoftë sado që ai
do pacienti mendon apo po han se është e mirë mbajt mirë nëse ndryshimet janë mëdha, na e dim që nuk qëndron ajo. Edhe patjetër që duhet me pas një intervenim shtesë. Kjo është për ata që nuk kanë hiç ndryshime një vjet. Ata që fillojnë ndryshimet të lehta krejt një 6 muaj. Ata që fillojnë ndryshime pak më të mëdha një herë muaj, madje fillojnë injeksionet, laserimet, operacionet kështu. A ka një element në stilin e jetës përditshme që mund me bu pacienta diabetik për me parandalu dëmtimin e syve, ose me zvoglu maksimalisht? Me parandalu, unë nuk kisha me thonë, realisht ata duhet me rregullu glikemin, sheqerin gjak duhet me rregullu. Ne shohim ndonjëherë që kanë ndryshime të shumta në përsy, edhe do i sugjerojmë që me u konsultu sërish me endokrinologun, me rregullu në një nivel tjetër glikemin, edhe shohim që pas rregullimit të glikemisë, ndryshimet në sy të rrisin. Do të rirregullohen vetvetijo, ka aftësi të tilla syre, ndërsa nëse nuk do të vazhdon me trendin e njëjtë, atëherë veç vazhdojnë edhe rriten ato ndryshime. Do të parandalu se nuk ka, thjesht do të me rregullu glikemin. Kataraktën si fjalë, po besoj që e ka një secili pacient, po çka duhet me ditë pacientat realisht për kataraktën? Po për katarakta është ndoshta patologjia po folje, do të sikur smundje si është më e shpeshta e syve, është patologjia më shumë që e hasim, edhe më shumë të operohet këtë botën. Kjo paraqitet tek personat e vjetër, ndërsa tek personat e ri kur paraqitet duhet me di që ajo është sekondare apo e ka edhe një ndryshim tjetër e cila e ka nxit me u paraqit ajo, për ndryshe primarisht nuk paraqitet tek të rinjt, do të paraqitet e moshat më të shtyme. Nuk është një patologji e cila pacienti duhet me u bo me rak mos ka ndryshime tjera në organizëm, sikur plot smundje tjera të syve. Thjesht është smundje primare vetëm e syve, rregullohet me një operacion thjesht edhe rikthehet shikimi aty ku ka qenë, nëse s'ka ndryshime tjera. Kur e rekomandojni intervenimin me laser ose me kirurgji për me rregullu shikimin? Po, për me rregullu shikimin, këtu do të me këshyr për çka e kem fjalën, nëse mendoj me hek dioptrin. Me hek dioptrin, nëse mendoj me hek dioptrin me laser, atëherë na fillimisht presim me pas pacienti moshën madhore, duhet me qenë ai patjetër mbi 18 vjet. E para, e dyta, pacienti duhet mos me pas lëvizje të dioptrisë, ndryshime të dioptrisë të paktën edhe në 2 vitet e fundit. Mosha madhore, mos ndryshim i dioptrisë, dioptrisë stabile, edhe mandej s'duhet me pas asnjë patologji të syve. Prezenca e dioptrisë nuk është patologji e syve, është thjesht ndryshim fiziologjik. Kështu që patologjisë të syve s'duhet me pas, edhe ne i bojmë edhe disa matje, cilat janë të domosdoshme, ato e masin trashësinë e gjamit syrin që aty ku intervenon apo të kornes formën e saj edhe elemente tjera, edhe ato matjet neve gjitha duhet me na dalë në rregull, në mënyrë që ai pacient me i plotësu kushtet për me nënshtruar intervenimin laserik. Me laser na e rregullojmë, e rimodelojmë këtë gjamin e synit e cila quhet korne, edhe në qatë mënyrë ja heqim dioptrin, do të kthejmë në zero atë dioptri dhe ja mundsojmë pacientit me pa qyshe ai me syza. Do të qaq sa e ka shikimin me syza, qaq me pa pas syza, pas intervenimit. A është e mundur te fëmijët që është përcaktuar një dioptri me u përmirësu pa përdor syza veç me na ushtrim caktum specifik? Në qoftë se ka dioptri, ushtrimet nuk i ndihmojnë me hek dioptrin. Nuk i ndihmojnë. Ai thjesht pelojmë një fëmijë i cili ka dioptri, është fëmijë shkollor, pelojmë i ka 9 vjet, ka filluar me u paraqit, dioptria pelojmë mirë, minus. Na veç presim me urita jam. Pavarësisht i mban syzat, nuk i mban syzat. Ekzistojnë disa metodat cilat po aplikohen nëpër botë, për shembull aplikimi i pikave për zërimin e pepsave, e cila quhet atropin, ato po e hollojnë, ka plot shtete sikur Kina apo shtete tjera të mëdha të cilat e aplikojnë në masë, për shkak që ata kanë në masë problem me këtë lloj të ndryshimeve, miopike apo prezencën e dioptrisë minus
në popullatër, edhe ata aplikojnë atropin të hollume, në mënyrë që jo me pengu pacientin në shikueshmëri, mirë po me ato është pa që e ngadalsojnë procesin e rritjes së dioptrisë minus. Mirë po me hek ata, me terapia apo me pika, jo. Ajo nuk është e mundshme. Në anën tjetër ekzistojnë, është edhe një trend tjetër i disa syzave, cilët quhen sikur syza me defokus, nuk e kanë fokusin sikur syzat cilët e konvergjojnë dritën në pikën ku na shohim, ato bojnë defokusim, e shpërndajnë dritën, edhe kjo po mendohet edhe ka shumë punime klinike direkt me pacienta të cilët po e tregojnë se ka një ngadalësim të rritjes së dioptrisë miope minus në popullat, po jo me hek ato. Nuk ka Me stopu, s'mu bo ma keq. tentohet ose më ngadalësu hovin e rritjes saj. Po jo me një parpika apo me një ushtrim, çfarë përmendet, më hek dioptrinë ashtu në kushtet. A çfarë rreziqe ka intervenimi me laser, edhe ajo është një intervenim që pacienti është zgjut. Edhe me sa e di duhet me nejnë pa lëviz. Çka ndodh nëse gjatë operimit pacienti lëviz syrin? Po, sot ekzistojnë lasera super të sofistikuar. Për shembull, në klinikën ku unë punoj, në klinikën ku ne e kemi që 2 vjet një laser e cila funksionon në 7 dimensione. Edhe për mua ka qenë e çuditshme 7 dimensione, unë pata mësu me një laser tjetër me punu 3 dimensional, e kuptoj që ka në rregull, në 7 dimensione pacienti jo vetëm lëvizjen e syve në të gjitha drejtimet, po lëvizjen e kokës me bo, apo lëvizjen e kokës me çu kokën, me lëviz kokën edhe syrin në njëjtën kohë, e përcjell laseri vetë pa u ndalë hiç. Absolut ai e përcjell lëvizjen tonde, përveç nëse ti bën lëvizje ekstrem të mëdha, të cilën ai ndalet. Momentin e parë që e shikon ai prapë vazhdon. Këto lasere janë lasere të ftofta quhen, për shkak që tentojnë mos me godit edhe qelizën gjitën me ata, është super preciz. Janë shumë preciz, janë mjaft sigurt. Si laser është një intervenim me mundësi të komplikime minimale. Neve na kanë thonë prej që kemi qenë vogël me hongër karrota, se të ndihmon për shikimin, a ndihmojnë për me ushqimet për me rujt shikimin? Po, ushqimet ndikojnë, kanë ndikim në shikim, po jo çashtu qysh proklamohet, jo e hongra që një karrotë, kur ta butim, e hongra një karrotë për 5 minuta fillova me pa më mirë. Ashtu nuk funksionon. Vitamina, suplementet, mineralet ndihmojnë edhe në shikim, që ndihmojnë këtë organe tjera. Ka vitamina si zeaksantina dhe luteina që gjenden vetëm në sy. Vetëm në zonën ku na shohim. Ti me i marr ato në një moshë caktuar, nuk ka nevojë ato me i marr në moshë fëmijërore apo rinore. E ndihmon proceset e plakjes i zgjat edhe në këtë mënyrë e ndihmon apo i parandalon mos mu dëmtu shpejt. E para, e dyta, vitamina A, që e përmend e karrotën, ka ndikim në sy, si në retinë, si në kornea, në 2 shtesa të ndryshme ka ndikim mirë, po si karrota, si lagra, brokoli, kungulli, spinaqi, këto kanë ndikim, si vitamina A, E, C, si kur antioksidant, do të më uliru edhe radikalit e lira, do të më mbrojt prej tyne. Kompleksi vitaminave B, omega 3 i cili gjendet në peshqin sistemon salmon. Këto ndikojnë në sy, mirë po ti këto dush mi marr, do të mi konsumu në mënyrë kronike, për në pas efektin e tyre. Nuk shkona me një karotë dhe me mbrimin e erë efekt. Në mes linteve të kontaktit dhe syzeve, cilat ju preferon pacientëve? A nështë ka se cila rolin e vetë? Ne primarisht e preferojmë syzat. Syzat thjesht i hek edhe i qëtë kur të pa e prek synin direkt. E para, e dyta, lentet e kontaktit, sa do që kam pore në lentet e reja të kontaktit, prap ato e prevenojnë një shkallë oksigenimin e gjamit synit apo shtesës jashtme synit, edhe ajo do të
ai oksigjen është i nevojshëm për vetë funksionimin e gjamit synë për shkak që ai s'ka në gjaku. E para dhe dyta, ato ndikojnë edhe në shtresën e lotit, filmin e lotit. Do të për atë më shumë preferohet syzat, e në anën tjetër me lindjet kontaktit e ki mundësinë edhe infeksioneve. Do të ndërsa me syza është punë shumë e thjeshtë, i qet gjatë ditës nëse je pas do të ki nevojë për me bajt krejt ditën, e i qet krejt ditën kur do në flajt i hek. Njëjtë funksionon edhe me thjerza, mirë po këtu mundësia për ndonjë komplikim më shumë nuk ekziston, ndërsa me lindjet kontaktit, pavarësisht që janë thjeshta për mi përdor, edhe ato i preferojmë. Mirë po, nëse i krahasojmë me syzat kanë përparësi. Primare janë syzat. A dallon shikimi kur përdor syza dhe kur përdor lente? A është ma afër reales, po them kështu thojza, për shkak që syza e ka një distancë me synin edhe a shihen objektet njësoj sikur ki syza, sikur ki lenta? Në qoftë se është një dioptri e cila mundet me u korrigju me të dy llojet, atëherë nuk kanë dallim. Bile me thjerza mundesh me pas një dozë shikimin pak më të mirë, për shkak që syza në pjesën e jashtme ku nuk e mbulon, do të ajo merret ku 20% e fushës të pamërit është më e zvoglume. Mandej korniza edhe vetë xhami nuk din mos me qenë gjithku e njëjtë, do të qendra ku na shohim është pjesa e fokusit, ndërsa me lentet kontaktit e ki të vendosën në sy. Këtë distancën të cilën e përmende, ekziston një tabelë që është vertex converting distance, do të na me ata e korrigjojmë atë distancë dhe ajo nuk është më pyetje, do të thjesht me lentet kontaktit pamja është më e hapur e para, edhe e dyta me disa lloje të dioptrive, të cilat fokusin e kanë vetëm në qendër. Pacienti kur do me shiku anash, do të me kthy komplet kokën, me kqyr me pjesën qendrore, ndërsa me lentet kontaktit televiz me sy, sikur personin që nuk ka sy zaq. Do të, kështu që pamja din me qenë nëse është e korrigjueshme me të dyja të njëjtë, sa i përket dioptrisë, atëherë me thjerza din me qenë pak më e mirë. A i preferon syzet progresive? Po i preferoj, do të për personat cilat ka nevojë për të dy llojet, do thotë edhe për larg edhe për afër. Personi i cili adaptohet me syze progresive është për shkak që duhet me lujt vazhdimisht, duhet me hekin i parë, vendos si e krym punën, a prap i qet, këtu duhet me i mbajt varrën ose në qep ose i haron diku. Ndërsa me syze progresive, ata që adaptohen, e kanë shumë lehtë, do të mjafton me lëvizje me sy edhe ai isha këtë distancat me ato syze. E përmende që me lentet duhet me pas shumë kujdes. A që nga gabimet ma të shpeshta që i ke vrej që i bojnë pacientat në asaj përket lenteve? Po, lentet e para dush me i la durt, një larje thjesht, me shampon, me sapon, para vendosës tyne edhe kur i largon ato. Kjo është primare, e dyta është me tentu mos me flajt me ato, edhe e treta mos mu la në basena, në ujrat, cilat nuk janë, do të nuk ban me u la, për shkak që ai ujë din me qenë ndotën edhe me ndaj, do të me stagnon mes thjerrës edhe synit edhe je ekspozum andej ndaj të infekcion. Do të këto trija do të mi pas parasysh ata të cilët bajnë kësi lente kontakti. Me qenë se është vera, ishtë edhe njerës që në përpushime, që ka ndodhë se hin uji me krypën sy? Uji detish. Zbot. A është mirë, as është mirë? Kur zbot, dam zban kur qa, edhe pse hin është normale, edhe është, nuk po tham i pon mirë, po si don kur që tam, nuk po ndam kur që, kështu që lirësht për atë punë, nuk është probleme. Na ka pikat syve të qesim, janë pikat syve me përqendrim të lartë kripës, do të me 5% ne jem su me pa një tretje fiziologike 0.9% kripa pa në acilë, ka me 5%, do të jo ne, po 5%, jo 0.9%, 5% është tretje hipertonike, na e përdorim si mjek syve në rastet caktume, e cila ndihmon për disa probleme. E kom një pyetje jashtë kësaj që kom përgatitur, po më kujtu shtash. Unë kujdes na shumë për sytë se është për mu pjesa ma e frikshme, do të thonë ma mirë është me më prej dikon se sa me më prej sytë. Dhe njëherë më ka ndodhur që kom vënu qerpik, edhe më ka infektu syne. Dhe a ke pas në e rast që dikush ka pas në e problem serios në e pacient që ka arë të te masi që ka vendosë këto qerpik që ta shënë shumë në modë? Po jo rallë vinë,
Jo rrallë vinë, do të kam shpesh vinë, do të sidomos do të lepakut, cilët e kanë që ajo është, do të kam pa që komplet i ka pas, do të lepaku i ka kalu në pjesën e syve. Nuk është për mu bo shumë merak se rregullohet, po do thot qerpek din me qenë edhe mu infektu për tyne, edhe vetë lepaku me pas do të me depërtu kastyni, edhe me pas sensitivitet të rritën ndaj asaj substance do të me reakcione allergjike. Do të mujnë me bo probleme, po është në ditën sotit, qështë e të është shumë e shpesh, të është gati rutinore, të thot njerëzit femnat i vendosin shumë shpesh, edhe na i hasin të ata, por nuk ka probleme. Çka ndodh nëse një person ka përdorur për një kohë gjatë syze me dioptri të gabume ose fokusin në gabim? Po ai dam syve nuk i ka bo. Kjo është e para që duhet me ditë, ai do nuk i ka prish syt, se mendojnë që i ka qenë bashkë syza edhe thot ja prish syt. Do të ai nuk i prish syt, absolut jo. Thjesht ka mujt mos me pas pamëret e duhën, mi jep kokë dhembje, se klet mi ardhë, do të edhe me pas një farë diskomforti, po jo të në syve. Cilat janë mitet më shpeshta që i keni sa i përket syve? Se na shqiptar kemi mite për çdo organ. Po, do të pak më herët e përmendëm, do të e merre një karotë, thot edhe për 5 minuta më qenë në syt. Do të kjo është mit, nuk funksionon ashtu. Sa herë i qes syzat mu s'kuqen syt. Okej, s'ka lidhje. S'ka të bëj kur gjë me ato. Këto janë mitet të tilla, do të këtë organit kanë, edhe syt kanë, po josh. Inteligjenca artificiale tash ka fillu mu apliku në çdo fushë. A ka gjetë ende zbatim në oftalmologji dhe nëse po në çfarë forme? Po inteligenca artificiale në ditë sotit është pjesë e jona, edhe mirë që është, do të ajo shumë në ndihmon. Do të me di që ajo neve nuk na zaventon, të paktën për një herë tash për tash po mendojmë që ashtu, do të ajo neve nuk mundet me na zaventu një herë për një herë, mirë po për na ndihmon mjaft shumë. Do të ajo neve na ndihmon primërisht në diagnostike. Do të ekzistojnë në ditë sotit, do të pajisje cilat ne i aplikojmë çdo ditë, e cilat na qesin pa ndryshime cilat na nuk i shohim me sy. Do nuk i vrejmë na me sy. Inteligjenca artificiale tregon jo vetëm ndryshime, po tregon lidhshmërinë me të cilën smundje mundet me pas. Do të ajo është edhe ato e bën brenda sekondës. Do të është ndihmës shumë e madhe për neve. Mandej plot ekzaminimet cilat kam pas nevojë edhe për kontraste ndryshme, edhe për do të elemente invazive për me mujt me ardhë deri një rezultat, tash veç ka fillu do të ajo me na ofru pa pas nevojë për do të mënyrë shumë thjesht me një ekzaminim tepër do të thjesht pa prej kur gjati, thjesht e këshyr një dritë për pak sekonda edhe ai direkt ty qet në rrugë. Kjo është në pjesën diagnostike, ajo na ka ndihmu edhe në pjesë tjera të sikur në trajtimet, operacionet. Pastaj në vendosin e lenteve cilat ne implantojmë pas operimit kataraktës. Pastaj edhe në planifikimin e progredimit të pacientave me glaukom, do të ajo e bën për një herë i mat gjitha ndryshimet e incizimeve cilat i ka pas edhe më herët, ndryshimet e mëhershme, ndryshimet e tashme, edhe tregon progresionin që mundet me pas ky pacient, cilën ti nuk e dim, po vetëm do të ndicot me ekzaminime, sidomos me integrimin e inteligjencës artificiale na muj me i pa që ato. Do të është ndihmës shumë e madhe. Një prej produkteve më të kërkuara banatore, bile më ka rastis me pa të make-up artistët, është janë pikat prokulen për me zbardh synin. Do me thonë, kërkohen masivisht në banatore, po kam rrit deri në qatë pikë sa për më dok syni ma bukur, make-upi ma mirë, më ka ndodhi kom pa të ju vendos klienteve make-up artistët prokulen. Çka ndodh nëse përdoret prokulini për kohë gjatë? Po, nëse përdoret për kohë gjatë nuk është mirë, do
prokulini është vazokonstriktor, do të i ngushton ente gjakut dhe në këtë mënyrë e zbardh syrin. Do të make-up artistët munden me e përdor, për shkak që ajo e përdor një pikë në qatë moment, ju ka irritu syni për shkak shumë shminkave edhe në qatë moment e zbardh synin edhe ajo efektin e vet po do me mriq aty, do të është sy i irritum e zbardh synin edhe ajo nuk është që ka me përdor ma gjatë. Do të vendosja e një pikës nuk është që bën ndonjë të lashët marrë, në shumicën e rasteve ka raste që mundet me bo probleme edhe vetëm me një pikë, po ajo është shumë rrallë. Përndryshe përdorimi i tyne për ditë tana vazhdimisht, atëherë bën që ato ente gjakut me mësu me një konstruksion, me një ngushtim të vazhdueshëm, do të tipo e stimulon një ngushtim edhe mundesh me kriju varësi ndaj saj, do të në momentin e parë që ti nuk e qet, me ndajt ente zgjerume tani sikur rebound effect edhe me pas vazhdimisht sy të skuqen. Do të kjo është nëse ti përdor një kronike ata, prokulin. Bosh i varur një farfone. Bosh i varur një farfone për me ndajt sytë e zbardhur. Pjesa më e madhe e pacientëve që kërkojnë prokulin banatore fatkeqësisht janë abuzues të substancave narkotike që dojnë me mshef faktin përmes skuqjes syve. Reagon ndryshe tek këta njerëz, a mundet me përkeqësu, a janë më të ndihshëm ata ndaj prokulinit se sa pacientat e tjerë? Po prokulini thjesht veç e bën ngushtimin e enëve gjakut edhe ai ka efekt lokal. Te qet pikën, ne këtyre do të pikave syve i thojmë kanë efekt topikal, do të vetëm vendin ku aplikohet. Mundet me pas edhe efekt sistemik, pa atë janë shumë. A e kanë synin më të ndjeshëm personat e tilla apo syni nuk preket prej këtyre substancave? Po, edhe ata nuk janë krejt njëjtë, do të. Baret edhe ata janë nivele ndryshme, kështu që nuk është që na muj me jep një përgjigje për gjithë. Okej. A cilat janë këshilla kryesore që ju këshillon prindve për fëmijët sa i përket shëndetit të syve? Prindërit duhet me i pas parasysh disa gjëra. E para është do të nëse vren një ikje të syve, do të menjëherë me shfutë mjeku i syve, do të nuk ka pse me prit edhe një vjet apo edhe një kohë, apo me thonë kjo është i vogël, do çdo ikje e syve qoftë edhe pak mujsh me qenë, do të me qumë. Përveç ikjes syve, lëvizjet e pavullnetshme, dridhjet e syve, menjëherë do të me qumë, do të përfolë për fëmijë shumë të veçantë. Në qoftë se fëmija rrëzohet vazhdimisht, fëmija i afrohet televizorit vazhdimisht, i bën gjërat shumë afër, se për ndryshe nuk e sheh, i ngatron gjatë leximit shkronjat. Duhet me dërgu te mjeku i syve. Qëto janë primarisht ka duhet me pas ai, edhe me mujt me u apliku sistemi perëndimor, me pas një vizitë rutinore të gjithë fëmijët moshën 3-4 vjeç. A janë trashëguese smundjet e syve? Po din me qenë trashëguese, jo me do mos manifestuan, po din me qenë trashëguese. Nëse dy prind janë persona që kanë dioptri, do me thonë rriten gjasa që edhe fëmija me pas? Po patjetër rritet mundësia e manifestimit genetik të asaj, të ati ndryshimi, po edhe me i pas të dy prind me syza, jo domosdoshmërisht fëmija ka me pas syza. Mundet mos. Doktor, na ardhëm fund bisedës tonë, për mu ishte kënaqësi shumë e madhe dhe të falenderoj shumë që pranove ftesën. Shpresoj shumë që kemi mu pa prap, sa kam pas shumë pyetje i shtova dhe do shumë e jashtë planit, edhe shpresoj shumë që kemi mu pa prap. Po patjetër, pse mos më pa, këto janë të mira për gjithë shikuesit, do të janë është edukim shëndetësor për gjithë popullatën, jo vetëm për sy, po çfarë do emisionet që kanë mjekësinë e kanë si temë poshtë, atëherë ja vlen me u ndëgju edhe me u pa. Faleminderit edhe gjithë juve që ishit me ne edhe në këtë epizod të radhës Glowcast. Deri në epizodin e radhës, shëndet për ju dhe familjet tuaja. Ky podcast mundësohet nga Aster Cosmetics, Bora Pharmacy, BioClean, Exclusive 1, Eptaderm, Luna Farm, Naturmel, Natura Therapy, Nika Farm, Organic dhe Relasil.